jeni në djeni të faktit që në Shqipëri kushtetuta përcakton se si mbahen referendumet dhe po ashtu se si përmes referendumit mund të miratohen dhe amendamentet e kushtetutës. Por sot jemi këtu para jush, pikërisht për t'i dhënë udhë këtij procesi. Do të jetë një proces i gjerë dhe i gjatë. Në kuptimin spari do të përpara se këtë draft që ne kemi sot këtu ta depozitojmë në kuvend për të nisur procedurat legislative, ato do t'ja nënshtrojmë një procesi të gjerë konsultimi. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste, prandaj jam këtu bashkë me nënkryetarin, do të zhvilloj disa tryeza të mëdha konsultative me jurist, me profesoratin, student, me shoqërinë civile, me qëllimin e mirë që të shkojmë në një draft, një projekt të konsoliduar